Kjo shtëpi 112 vjeçare ndodhet në fshatin Marshterkor të Mirditës, ndërsa ka vlera të veçanta për nga mënyra ndërtimit të saj. Në të ka jetuar Preng Leshi, një nga kapedanët e kësaj zone, por ajo tashmë është e braktisur, duke rrezikuar edhe shembjen e plot për shkak të amortizimit. Ndonse është shpallur monument kulture, asnjë mas nuk është marrë për mirëmbajtjen e saj. Përgjegjësi i monumenteve të kulturës në qarkun e Lezhës, Paulin Zefi, bëri të ditur se shumë shpejt do të ndërhyet në restaurimin e saj, me qëllim që ajo të kthehet në një bujtin, duke e bërë të vizitueshme. Besojmë që nëpërmjet fondeve që mund t'i jap ministria të ndërhyjmë sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse nëse e lëmë në këtë gjendje, kjo mund trajnohet më tej. Edhe nuk mund mbetet më asnjë pjesë që mund të dëshmojë këtë monument kulture. Për fat keq. Familjarët, pasardhësit që kanë banuar në këtë shtëpi, sot aktualisht banojnë në Mamurrës, domethënë kanë 20 vite që nuk banojnë më me këtë shtëpi. Dhe mund të kthehet nga kushrit e tyre, nga ato vetë e tjerë, mund të gjejmë një zgjidhje për alternativë, mund ta kthejnë në bujtin, në një biznes të vogël familjar. Normalisht, se nëpërmjet kësaj, nëpërmjet biznesit të rrujmë edhe gjendjen e kullës. Si kjo shtëpi në rrethin e Mirditës janë edhe tre të tjera, ku ndonse janë monument kulture, ato janë drejt degradimit të plot.